Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në një nga hotelet e Tiranës, ku një prej punonjësve është larguar nga puna. Konkretisht bëhet fjalë për menaxheren e Tirana International Hotel, e cila teksa është larguar nga puna dhe sipas vetë administratorëve të hotelit në fjalë, ka fshirë edhe shumicën e numrave të telefonit dhe komunikimeve në WhatsApp dhe email, duke sjellë një kaos me klientët. Ndaj nëse keni bërë një rezervim në Tirana International Hotel, do të përballeni me një mesazh me përmbajtje. Përshëndetje, ju bëjmë dije se ky numër telefoni është përdorur nga zonja Engeleda Qyta, ish menaxhere Tirana International Hotel, e cila në mënyrë abuzive ka braktisur punën, duke fshirë shumicën prej numrave të telefonit dhe komunikimeve në WhatsApp dhe email. Ju lutem, nëse keni rezervuar aktivitete në periudhën e vazhdim, të na informoni paraprakisht. Numri i telefonit vazhdon të jetë funksional për kompaninë dhe jeni të mirëpritur për çdo lloj aktiviteti. Faleminderit për mirëkuptimin. Drejtoria e Tirana International Hotel e ka denoncuar rastin.